burgu Behira. Pasurit e Abdul Mutalibit ishin venitur gjatë pjesës e fundit e jetës së tij, dhe ajo që ai la kur vdiq ishte jo më shumë se një trashëgimi e vogël për secilin prej djemve të tij. Disa prej tyre, sidomos Abdul Uzai, që njihej si Ebu Leheb, kishin arritur pasuritë të tyre, por Ebu Talibi ishte i varfër dhe nipi i tij e ndjente për detyrë të bënte çfarë mundte për të nxjerrë jetesën. Këtë ai e bënte kryesisht si baridelesh e dhish, e kështu kalonte ditë pas dite i vetëm në kodrat mbi Mekë ose në shpatët e luginave matan. Por xhaxha i tij e merrte nga njëherë në udhëtimet e veta, dhe njëherë kur Muhamedi ishte 9 ose sipas disave 12 vjeç. Ata shkuan me një karvan tregtie deri në Siri. Në Bostra pranë njerëz prej ndalesave, ku karvanet e Mekës ndaleshin gjithmonë, ishte një qelë e cila ishte banuar nga një murg i krishterë, brez pas brezi. Kur vdiste njëri, qetri i zinte vendin duke trashëguar gjithë çka ndodhej në qelë, përfshirë sado shkrimet të vjetra. Njëri prej këtyre përbante parashikimin e ardhjes së një të dërguari të Karabet, dhe Behira Murgu që jetonte tani në qelë, e njihte mirë përmbajtjen e librit, i cili interesonte edhe më tepër, nga që ashtu si Varaka, edhe ai e ndjente se ardhja e një të dërguari do të ishte në gjallje të tij. Ai e kishte parë shpesh karvanin Mekas të afroj e të ndalej jo larg qelës së tij, por teksa karvani po vinte në pa, vëmendjen një tërhoqi diçka që nuk i kishte parë kurrë më parë. Një re vogël që vari ulët, u lëvizte ngadalë mbi koka, duke qëndruar gjithmonë midis diellit e një ose dy udhëtarëve. Me shumë interes, ai i vështroi të kafroheshin, por papritur interesimi i tij u kthye në mahnitje, sepse me t'u ndalur ata, reja resh së lëvizuri. Duke qëndruar në vend mbi pemën që ata morën për stre, derisa vetë pema i uli degët mbi ta, kështu që ata ishin dy fish në hije. Behira e dinte që ndonë se rezervuar një shenjë tillë ishte teje domethënëse. Vetëm një pranie madhe shpirtërore mund ta shpjegonte, dhe atij i shkoi mendja tek i dërguari i pritur. A thua vallë kishte ardhur më në fund dhe ishte mes këtyre udhëtarëve. Qela ishte mbushur së fundmi me furnizime dhe duke i mbledhur tokë të gjitha, ai çoi fjalë karavanit. Kurejsh, ju kam përgatitur ushqim, e do të doja të vinit pa përjashtim, të rinj e pleq, sklevër të lirë. Kështu, ata erdhën në qelën e tij, por me gjithatë që u tha ai. Ata e lanë Muhamedin të kujdesej për devet dhe nga ankesën e tyre. Tek po afroheshin, Behira u skanoi fytyrat një nga një, por nuk pa asgjë që të përkonte me përshkrimin e ndodhur në librin e tij. E as nuk duhej se kishte njëri mes tyre që përputhej me madhështinë e dy mrekullive. Mbas se nuk ishin futur të gjithë. Burra Kurejsh, tha ai, mos lini kënd pas. Nuk ka mbetur kush brapa, ju gjegjën ata, përveç një djaloshi më të riut ndër ne të gjithë. Mos e trajtoni ashtu, tha Behira, por thëriteni të vi dhe lëreni të ri më nepër darkë. Ebu Talibi dhe të tjerët qërtuan vetëm për shkujdesjen e tyre. Është vërtet faji ynë, tha njëri prej tyre, që i biri i Abdullahut u la pas
dhe nuk u mor të ndante këtë gostimin e. Me qras shkoj tek ai, e përqafoj dhe e solej të ulej me të tjerët. Një shikim mbi fytyrën e djalit i mjaftoi Behirës për t'ju shpjeguar mrekullit dhe të ke vështroj me vëmendje gjatë tërë darkës, vërejti shumë t'i parë në fytyrë e trup që përkonin me çfarë ndodhi në librin e tij. Kështu që kur mbaruan së ngrëni, Murgu shkoi te mysafiri i tij më i ri dhe e pyeti se si jetonte, si flinte dhe për punët e tij në përgjithësi. Muhamedi e njoftoi me gatishmëri për këto gjëra sepse ai burr ishte i venerueshëm dhe pyetjet ishin të njerëzishme e dashamir. Ai nuk nguroi as të hiqte hirkën, kur më në fund Murgu i kërkoi nëse mund t'ja shite shpinën. Behira kishte ndjerë siguri tashmë, por tani ajo ju dyfishua, sepse aty, mes shpatullave të tij, ishte një shani që priste të shikonte. Vula profetësisë, tamam siç ishte përshkruar në librin e tij, bashkë në të njëjtin vend. Ai ju kthye Ebu Talibit. Ç'fisi ka djali me ty? Çfarë lidhje është? Është i mbirë, ju gjegj Ebu Talibi. Nuk është yt birë, tha Murgu. Babai i këtij djaloshi nuk mund të jetë gjallë. Është biri i vëllait tim, tha Ebu Talibi. Po jati, pyeti Murgu. Ka vdekur, u gjegj tjetri. Kur djali ishte në barkun e nënës, kjo është e vërteta, tha Behira. Çoje djalin e vëllait tënd në vendin e tij dhe ruaje nga qifutet, sepse për Zotin, nëse shohin dhe din atë që di unë, do të thurin ligësi ndaj tij. Gjërat e mëdha e presin këtë birë të vëllait tënd.